Hiqet vedhoja mbi misteret e famshme të Cambridge 5, rrjeti spionëve të sovjetikëve, të cilët ishin infiltruar në kryet e elitës britanike. Nga dokumentet e shërbimeve sekrete londineze të sapo bëra publike, zbulohet se mbretëreshës Elizabeth ishte mbajtur sekret një informacion i tillë për gati 10 vjet. Ajo nuk e dinte se kurotari i pikturave të pallatit Buckingham, historiani i artit Anthony Blunt, ishte në të vërtetë një agent i Kremlinit. Blunt ishte i jashtëquajturi njeriu i 4 i Cambridge 5, së bashku me Kim Philip, Donald Maclan, Guy Burgess dhe John Cairncross, të gjithë rekrutuar në vitet 1930 në Universitetin e famshëm francez, idealistë të rinj në disa raste, të cilët pan bashkimin sovjetik si të vetmen mburoj kundër fashizmit dhe mercenarët të mirëfillt në raste të tjera. Ishte infiltrimi më i madh sovjetik në Perëndim, një burim turpi ekstrem për Londrën, kur gjithçka doli në dritë. Por në rastin Blunt, elita drejtuese britanike zgjodhi një mbulim në vend që ta pranonte se tentankulat e Kremlinit kishin hyrë në shtëpinë mbretërore. Ai ishte emëruar kurator i koleksionit të pikturave të pallatit Buckingham nga mbreti George VI, babai i Elizabeth, në vitin 1945, por tashmë në vitet 1950, pas demaskimit të anëtarëve të tjerë të rrjetit të spionazhit, dyshimet kishin filluar të qarkullonin edhe për të. Megjithatë, vetëm në vitin 1964, pas marrjes në pyetje në mënyrë të rrept, Blunt pranoi se ishte agent i Moskës. Por në atë momente ndodhi e pabesueshmja. Për të shmangur një skandal që përfshinte monarkinë, historiani i artit u mbajt në vendin e tij dhe gjithçka u mbulua në heshtje. Dhe mbi të gjitha u vendos që të mos informohet Elizabeth. Vetëm sekretari i saj privat shumë i fuqishëm, Martin Charteris, dhe zvendësi i saj e dinte të vërtetën. Sekretari shpjegoi se t'i tregosh mbretëreshës gjithçka nuk do të sillte asnjë avantazh dhe vetëm do t'i shtonte shqetësimet asaj. Dhe kështu Elizabeth, e pavetdijshme për gjithçka, vazhdoi të takonte Blunt, megjithse, sipas Charteris, kjo ndodhte rrallë. Duhet të mbërrinte viti 1973 përpara se mbretëresha të vijej në dieni të sekretit të patregueshëm. Me sa duket, Elizabeth ka reaguar shumë e qetë dhe pa e habitur shumë, edhe pse ka thënë se ishte informuar me terma të përgjithshëm më parë. Por një informim i plot u bë vetëm atëherë, një vit të plot pasi Blunt kishte dalë në pension në heshtje, në moshën 65 vjeçare, kur kishte arritur kufirin e moshës. Edhe kryeministri i kohës, Alex Douglas Home, nuk ishte informuar për rrëfimin e Blunt në 1964-s. Vetëm në vitin 1979, kryeministria Margaret Thatcher zbuloi të gjithë historinë në parlament dhe denoncoi bashkëpunimin e elitës sovjetër që ajo urrente. Blunt vdiq në Londër në 1983 në moshën 75 vjeçare, pasi ju hoq titulli sir. Historia e tij është gjithashtu në qendër të një prej 3 episodeve të The Crown, por vetëm tani zbulohet se për të mbrojtur mbretërinë ishte zgjedhur të mbajë fshehur edhe ndaj mbretëreshës.